Ndodh edhe kjo në Shqipëri. 2 gra martohen mes veti. Martesa e tyre është bërë në Bashkinë e Tiranës dhe lajmi është bërë publik në rrjetet sociale nga Aleanca LGBT. Ashtu si shihet edhe në foto, ceremonia e martesës së 2 grave është bërë në terasën e Bashkisë së Tiranës nga një punuese e institucionit dhe është bekuar gjithashtu nga një prevd. Në postimin në rrjetet sociale nga Aleanca LGBT thuhet se ditën e djeshme, Eda dhe Alba kurorëzuan dashurinë e tyre 14 vjeçare, nga e cila erdhën në jetë 2 engjëj të vogël. Dhe sot bota vazhdon të rrotullohet krejt normalisht. Asnjë skenar apokaliptik i predikuar nga inkuizitorët e moralit për të nxitur panik kolektiv për shpopullimin dhe shkatrimin e botës nuk ndodhi. Këtë mëngjes të hënë, toka vazhdon e rrotullohet rreth diellit normalisht. Qofshi për gjithmonë të lumtura Eda dhe Alba. Dashuria do të triumfojë gjithmonë. Shkruhet në postimin e bërë në rrjetet sociale. Shkruani poshtë në komente mendimet e juaja rreth kësaj teme dhe po ashtu bëni subscribe kanalin tonë që të njoftoni të parët rreth lajmeve të showbizit.